shpesh herë në media është e pranishme kjo se partitë politike nuk po lirohen ende prej asaj metodës vjetër të punës që nënkupton përzgjedhja e pozitave të caktuara militantëve e tjera tjera. Sa është e pranishme kjo në komunën e Sarekës apo është ma konsekuente në qëndrimin e meritokracisë? Unë e konsideroj që kjo nuk është e pranishme ashtu në komunën e Suarekës, edhe duke qenë grua, kur është zgjedh zonja Mirie Suka nën kryetare, ka qenë nën kryetaria e parë në krejt Kosovën grua. Kur edhe komuna ma të mëdha dhe qytete ma të mëdha nuk kanë pas gra në pozitat të tilla, Suareka e ka zgjedh një grua. Edhe pas zonjës Mirie, kryetari ka vazhdu edhe ka dashur që pozita nën kryetarës gjithashtu me udhëheq nga një grua. Nuk është çështje e militantizmit, është çështje e ofertave kur bëhen edhe në bazë të meritokracisë. Unë nuk e shoh këtë vetëm tek vetja, e shoh edhe te persona të tjerë që kryetari ju ka ofruar mundësinë, kështu që vërtet ka të bëjë me njerëz meritor, të cilët normalisht janë pjesë e partisë, por nuk janë aty veç pse janë militant politik, po janë sepse kanë merituar të jenë në pozitat e tyre.